Në një lagje të qetë të Tiranës jetonin dy fëmijë, Arbeni dhe Iliri. Ishin rritur në të njëjtën rrugë, pinin kafen çdo mëngjes te i njëjti lokal dhe të gjithë mendonin se ishin miq të ngushtë. Një ditë, Arbeni vendosi t'i fliste hapur. Kur më flet me ironi para të tjerëve, më lëndon, i tha me qetësi: "Nuk po të sulmoj. Thjesht dua ta dish si ndihem." Iliri uli filxhanin dhe mori frym thellë. "Ti e bër shumë i ndjeshëm." Arbeni buzëqeshi me hidhërim. "Ndoshta. Por dua vetëm të më dëgjosh, po unë bëj shaka me të gjithë." "Pse merr kaq seriozisht?" Arbeni u përpoq sërish. "Nuk ka rëndësi si e ke menduar ti. Ka rëndësi si u ndjeva unë." Por biseda nuk shkonte askund. Sa herë Arbeni fliste për dhimbjen e tij, Iliri nxitonte të shpjegonte veten, të justifikohej ose të gjente një arsye pse problemi ishte te tjetri. Në fund, Arbeni u lodh. Ai vetëm tunte kokën. Atë mbrëmje, ndërsa ecte në parkun e liçenit, takoi një burr të moshuar që e njihte prej vitesh. Ai e pa të menduar dhe e pyeti: "Çfarë të mundon?" Arbeni ja tregoi gjithë historinë. Plaku dëgjoi pa e ndërprer. Pastaj tha vetëm një fjali: "Ka njerëz që nuk të dëgjojnë sepse nuk kanë vesh. Ka edhe të tjerë që nuk të dëgjojnë sepse do t'u duhej të shihnin plagët e tyre." Arbeni heshti. Nëse Iliri do ta pranonte se të kishte lënduar, vazhdoi plaku, do t'i duhej të përballej me fajin, me turpin dhe me mendimin se nuk ka qenë gjithmonë njeriu që besonte se ishte. Kjo është e vështirë për dikë që gjithë jetën është mësuar të mbrojë krenarin. Po unë çfarë duhet të bëj? Pyeti Arbeni. Ndalo së kërkuari mirëkuptim aty ku mungon aftësia për ta dhënë. Empatia nuk lind vetëm nga dashuria. Ajo lind nga vetëdia për veten. Kaluan disa javë. Arbeni nuk u përpoq më ta binte Ilirin. Kur ndodhte ndonjë keqkuptim, fliste një herë qartë dhe me respekt. Nëse përballë gjente vetëm justifikime, e mbyllte bisedën pa zemërim. Çuditërisht, kjo i solli më shumë qetësi se sa të gjitha shpjegimet që kishte bërë më parë. Atëherë kuptoi një të vërtetë që nuk ta mëson as shkolla, as jeta e përditshme. Jo çdo konflikt zgjidhet me fjalë. Disa konflikte nuk lindin sepse njerëzit nuk dinë të komunikojnë. Lindin sepse nuk janë ende gati të përballen me ndjenjat që kanë fshehur brenda vetes për vite të tëra. Dhe ka raste kur dhurata më e madhe që mund t'i bësh vetes nuk është të shpjegosh edhe një herë, por të pranosh se jo çdo zemër është gati të dëgjojë.